Tërmeti në PDK që do të ndodhë mrena kësaj jave është që PDK-ja do të ndodhët në 3 grupe. Grupi i parë është grupi i Drenicës, dihet i Skenderajt. Grupi i dytë është grupi i Enver Hoxhës edhe Xhavit Halitit, këta më të vjetrit. Najt Hasani bën një grup goxha i madh është. Edhe grupi i tretë është i këtyne pevaçicave Prishtinës, kollerat, shkanë të atrit. Edhe do Drenicës janë 3 që rrinë Prishtinë, ata nuk e nin vetin që janë Drenicës, mas shumë e nin vetin që janë Prishtinali, të shkum mas luftës. Edhe mrena shtyne 3 grupe kanë më mundu me qitë një kryetar të ri të PDK-s. Pse për thamë këto që kanë me qitë, se Bedri Hamza nuk do t'jetë më kryetar i PDK-s, për shkaqe tina personale, për shkaqe private tina, që nuk du me hi me fol për jetën e tina private, është punë e tina, po ato edhe si kryetar që kanë zgjedh para 2 mujve, ai nuk ka kon i gatshëm me marrë këtë postin e kryetarit, po e kanë prun me forcë, me zort e kanë prun për me bon kryetar, për me majt pak, që mos mu shkatru PDK-ja në 3 parti, e kanë prun Bedrien me forcë, se ai nuk ka kon i gatshëm të mirët me këtë punë. Ai po don me nejt i qetë, po don me këqyr jetën e vet, familjen e vet, edhe mos më marrë ma me politikë. Po këta nuk e lanë rahat, se pa ato s'kishin mujt me majt që të parë stabilitetin që kanë pas dhe i sot, edhe në përmjes atina e kanë majt se aja kon mirë me krejt ka pak. Me 3 grupet nuk ka kon keq atin. Edhe ka majt në këtë gjendje ka majt PDK-n deri sot. Po Bedria ka dhonë dërheqe që shmati, ka dhonë para 1 javë, 2 javë, ka dhonë dërheqe prej humbjes që ka baj, veç e u tërhek prej kryetarllokit. Ai mon në kusht kryetar, ai është veç letër kryetar, po kryetar i PDK-s ai mon në kusht. Edhe këto ditë sigur që në kusht, ai mon kryetar i PDK-s. Shkaqet janë tina personale, tjetës private, janë tjetës tina, mu së më takon me fol për jetën e tina private. Po, këto jam i sigur që Bedria mo nuk është kryetari i PDK-s. Kush do të vjen kryetari i ri i PDK-s? Problemin më të madhin të PDK-s e kanë tash, kanë me prun kryetar që mundet me majt 3 fraksionet bashk. Po 3 fraksionet bashk nuk ka njëri që mundet me majt. Me shti Xhavit Halitin, kë anon me Enver Hoxhën edhe me grupin e këtyne shkanë ma të vjetër. Me shti këta kullerat e Prishtinës prap njëjt, ai shkon me ata kullerat. Me shti ato dikan pej Skenderajt, nuk ka njëri ata. Ata edhe ma heq nuk kanë, kërkan, bësh heq kërkan, përveç Ganës, në qëse dojnë me bon kryetare, Ganimeti Mosliu, tjetër kanë nuk e di kanë mujnë me bon kryetar partijës ata. Samia nuk bëhet, se nuk jam madh më bon kryetar i partijës, jo që s'ka qef, ai ka qef më bon, po e din që e qënë partijën 3%, 4%, edhe për qatë punë ai nuk bëhet kryetar, se ai fakt në gjys kryetari është, po nuk bëhet kryetar, se e din që partijën e qënë ma për se Fatmir Limës. O tash, për me shpejtu krejt këtu që kanë me ndodhë mrena PDK-s në qëtë javën e ashme, këtu jo ka një mund pak edhe këtë qizëja. Me rinomrimin e votave tash që veç ja ka nis me rinomru, po dolin hajnin shumë të madhe në mes veti, në mes grupe. E shek grupin e Drenicës, e shek grupin e Prishtinës, edhe shek grupin e Enver Hoxhës edhe Xhavit Halitit. Me thonë, krejt këta njerëz, 2-3
4 për secilit grup, kur ish këshyr mirë analizat, dalin që kanë vota 2.500, 3.000, 4.500, dhe 10.000 vota i kanë secili kandidat vjata përmi ato që kanë reale. Krejt punën e secili grup është mundu që mi shtyt vetë grupet e veta, mi shty e me marrë vota sa ma shumë që me konë i pari. Grupi Prishtinës shije qartë ato që janë një 3 persona ose 4 persona që i kanë vjedh votat e kandidatëve tjerë për me shty grupin e vetë për para. Gjavit Haliti knena me Enver Hoxhën, me Najt Hasanin shijen qartë se ka 20.000 vota i kanë vjeta, se kanë vetat originale. A Gjaviti para 3 mujve së bon, deputet tash u bon, dhe me thonë u bon me votat vjeta. E këshyr në tjetrën anej Drenic, Bekim Agjiu, pidalin 2-13.000 vota pidalin plus. Atina Lushtakut pidalin 10.000 vota plus. Ati tjetrit Ganës pidalin plus. Krejt, se cilin grup, për 3 grupëve që janë mrena në PDK, ka 4 veti kanë zgjedh që atynet 4-ve me shku vota shumic që me pas fuqien me thonë që na kena vota tash edhe ju s'keni ka me mojt. Po krejt kjo është e përkoshme. Dej sot kërset boba mrena ato, ta drijet krejt PDK-n, edhe filmi maroj që ato, filmi u ka maru moti këtyne, po me dalë kështu në publik, se këta janë fort për me mojt mrena, e mojnë, dej sot kërset, kur të kërset ato, dije që ka me kërsit shumë keq, ma keq se në LDK, që ato jam i sigurt. Shumë ma keq ka me kërsit. Edhe me thonë drejten, nuk pesha ma PDK-n as si parti dytë të opozitës. Në që se këtë analizat e mija shkojnë që aton shka fola deri tash, PDK-a do del mas Ramushit. Sa dhe Ramushi ka me mor një pjesë këgjat mirë PDK-s në Drenic vota. Në Drenasën Skenderaj ka me mor në që se ata kanë më shkatru me zveti, elektorati kanë më drejtu dikon, kanë me shku dikon, ose të Albini, ose të Ramushi. Të LDK-a nuk shkojnë, ata të sigur të di, se njëfë shumë mirë. Atëherë kanë me shku ose të Ramushi, ose të Albini. Në që se ne kandidati i fort i PDK-s, që është kalën në krau në Albinit, atëherë një pjesë e madhe e vota shkojnë të Albin Kurti, dieta sigur të e ki ato. Po jo, një pjesë e madhe të vota PDK-s kanë me shku të Ramushi. Se vetë me njerë që ta një mujnë me besu, me sëmshel keshe, se ta me sëmshel i kanë besu e PDK-s, po se ka dollë qysh kanë menu, edhe ta shpritet që mundet me pas në ndryshim, me pas në sen. Ama një e ditë sigurt që PDK-a për shdo ditë është ka dështën edhe ka me dështu keq, që dikura kena me lyp me thonë, o, letë kthehen prese nasht, të këshje, pa apet ma mirë me pas pak opozitë se heq. Këta derin që atë gjende kanë me shku që s'kanë me pas opozitë ma. Po, inshallah Zotë e një mën e i qelin rrugë të veta, se për me kanë hupë, nëse Albini ja ka hupë rrugën e bartyne, se kanë hupë këta bosh qashto rastësisht atë. Ama për me hupë busollën krejt, Albini mi ka qartë, a i ka palu keq, shumë. E, në fakt janë për më të dhim, po s'kem shka me bantash. Kër je fjallë të mdhaja, punt fjallë dhe mësh e punt kërkush, që shtë gjanë. Mësë jep fjallë të demushit e punt të kërkushit,
E tani me tha, shka u bo, pse Albini fitoj, normal, rre pak ma qetë, po. Nese për përshëndes kaloni mirë krejt, e shihem në videot tjera të radhës.